Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi zhvillimet e fundit teksa kryeministri Edi Rama ka marrë një ftesë nga presidenti amerikan Donald Trump për të qenë pjesë e bordit të paqes, një bord që është ngritur për administrimin e Gazës. Ndërkohë që është bërë publike lista kryesore nga Shtëpia e Bardhë, emri i Edi Ramës nuk figuron ende në këtë listë, por që do të bëhet i ditur në ditët në vijim. Për të folur për këtë çështje, por e tematika të tjera, ne kemi të ftuar avokatin e njohur Alban Duraj. Zoti Duraj, përshëndetje. Përshëndetje dhe ju falenderoj shumë për ftesën. Faleminderit. Zoti Duraj, çfarë do të thotë kjo ftesë e Donald Trump për Edi Ramën për të qenë pjesë e bordit të paqes, pra Shqipëria si një nga vendet themeluese të këtij bordi, ku deri më tani janë bërë publike emrat kryesor, pra ekzekutiv të këtij bordi, ndërsa emri Edi Ramës ende nuk figuron në Shtëpinë e Bardhë, pra në faqen e Shtëpisë Bardhë, por do të bëhet i ditur në vijim së bashku me liderë të tjerë. Kjo është diçka shumë pozitive, pra është një lajm i mirë për Shqipërinë dhe për shqiptarët, për faktin që Shqipëria është aty si themeluese e këtij bordi kaq të rëndësishëm, në mënyrë që të sigurohet paqja në Gaz, por edhe rindërtimi, besoj, duhet ta shikojmë se çfarë ka për qëllim kjo organizëm. Pra është një, le të themi, themelim, një bord apo një organizatë jo fitimprurse, e cila ka për qëllim që të vendosi paqen në lindjen e mesme dhe sidomos në Gaz, spesifikisht për Gazën, por besoj që duhet të jetë edhe për stabilitetin ekonomik dhe për rindërtimin e këtij rajoni i cili ka gati 2 vite që është në luftë. Patjetër që nga ana personale për zotin Rama kjo është një arritje shumë e madhe, edhe pse kotimet e tij në fund të muajit nëntor, dhjetor dhe përpara se të jepej lajmi i sotëm kanë qenë në nivel shumë të ulët dhe papritur vjen një ftesë nga presidenti Donald Trump, i cili fton Shqipërinë, por natyrisht përfaqësuesi është zoti Rama, kryeministër i vendit dhe përfaqësuesi i vendit tonë në arenën ndërkombëtare, do të jetë ulur për krah Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe presidenti Trump. Kjo është një arritje, por është edhe një lajm i mirë, është një lajm pozitiv edhe për shqiptarët dhe për Shqipërinë dhe për gjithë ata të cilët nuk janë dakord me qeverisjen e zotit Rama gjatë asaj kohe, por edhe për sa i përket aspektit politik, dikush nuk e ka qef në planin politik, por kjo është së pari nga ana e publicitetit, që do të thot nga ana e imazhit për gjitha vendet e tjera. Të ndalemi pikërisht tek kjo pjesë, në një moment kur opozita dhe një pjesë e mirë opinionbërësve në Shqipëri, por edhe gazetarë ndryshëm e kanë parë raportin e Edi Ramës me Shtetet Bashkuara të Amerikës si në pikën më të ulët, duke qenë se ai ka pasur një lloj distancimi prej Shtetet Bashkuara të Amerikës, nisur nga disa evente që as nuk është ftuar dhe nuk ka pasur, po themi, një vizitë zyrtare në Shtetet Bashkuara të Amerikës që prej ardhjes së presidentit amerikan Donald Trump, dhe ndërkohë që ka një çështje si ajo e Charles McGonigal atje dhe krejt papritur ftohet nga Trumpi. Çfarë po ndodh në këtë rast? Besoj që zoti Rama është në atë tryezë si përfaqësuesi i Shqipërisë, pra për gjithë kontributin që ka dhënë Shqipëria në gjithë aleancën që ka me Shtetet Bashkuara të Amerikës, por sidomos në 13 vitet e fundit që ka qeverisur zoti Rama. Por kjo vjon edhe për gjithë periudhën e 35 vjeçare të demokracisë së brisht shqiptare, ku ne kemi qenë një partner besnik i Shtetet Bashkuara të Amerikës me përjashtim të disa veprimeve që ka bërë zoti Berisha në qeverisjen e parë 92-97,
ku ka pasur një konflikt të hapur me Shtetet Bashkuara të Amerikës duke mos respektuar sanksionet ndërkombëtare lidhur me Serbinë, por edhe me firmat piramidale apo me dhunimin e zgjedhjeve në vitet 96 dhe 97. Kështu që këto kanë qenë ato problematikat e vetme që ne kemi pasur si popull dhe si shtet. Pastaj në të gjitha historikun vjeçar ne kemi qenë vendi më besnik, duke i qëndruar përkrah Shtetet Bashkuara të Amerikës në çdo aksion që ata kanë pasur ndërkombëtar, probleme duke filluar nga 11 shtatori 2001 dhe më vonë, lufta në Irak, lufta në Afganistan, pra kemi qenë në krah të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po politika amerikane nuk merret me individin, edhe pse individi në momentet caktuara mund të distancohet publikisht, por ky është një rast shumë i rëndësishëm. Përveç këtij kontributi që ne kemi, ne duhet marrim parasysh edhe faktin që fati jonë është që jemi një popullsi myslimane. Pra, mos gaboj, ne jemi 70%, pra diçka më shumë popullsi, po nuk jam i qartë apo i saktë lidhur me statistikat për sa i përket popullsisë myslimane, por edhe armonisë, tolerancës fetare që ne kemi si popull. Pra kjo është një vlerë e cila i ka mundsuar Zotit Rama, pra një mundësinë që të jetë përkrah Zotit Rama. Pra janë parë edhe këto le të themi karakteristika që kemi ne si popull dhe si vend, dhe Zoti Trump shkon aty në Tryezë ku thotë nuk janë vetëm të krishterë, nuk janë vetëm ebrej, pra ebrejt e kanë krijuar konfliktin, por nuk kemi vetëm të krishterë, por ne kemi edhe popull europian të cilët janë të besimit islam. Kështu që këto besoj janë bërë gjitha bashkë, por besoj ndoshta ka ndikuar, duhet parë se cili është iniciatori i këtij bordi, duke lexuar që ka qenë edhe ish kryeministri Tony Blair pjesë e këtij bordi, duhet parë se cili është iniciatori. Ndoshta është zoti Tony Blair dhe ai ka bërë bashkë të gjithë le të themi përfaqësuesit e vendeve të tjera. Kështu që duhet të shikojmë, ne kaq informacion kemi deri tani, duhet të dimë që zoti Blair ka qenë këshilltar ligjor, ka qenë këshilltar i vazhdueshëm i zotit Rama, duke filluar nga viti 2013 dhe në vijim me përjashtim të viteve fundit, dhe dihet që ka një miqësi shumë të madh me zotin Rama, e ka ndihmuar atë në lobimin ndërkombëtar për sa i përket takimeve apo konferencave që ka zhvilluar zoti Rama, pjesëmarrjen, pra dihet që edhe kur jemi në arenën ndërkombëtare apo kemi të bëjmë me amerikan, me britanik, me europian, miku funksionon si në Shqipëri. Kështu që megjithatë nuk duhet ta paragjykoj, pra kjo është diçka pozitive për Shqipërinë së pari, por natyrisht është një gjë shumë e madhe edhe për zotin Rama. Besoj që ky mund të jetë një shpëtim nga vapori i cili ishte duke i mbytur, pra kjo është një lloj saldimi i asaj çarje që mund të ketë marrë vapori i qeverisë së zotit Rama, duke i dhënë mundësi që ai ta rikuperojë apo ta rikonstruktoj mjetin e tij të lundrimit. A mendoni se në këtë rast këtë varg shpëtimi ja ka hedhur Tony Blair, duke qenë se është mik i kahershëm i kryeministrit Edi Rama dhe dhëndrit Donald Trumpi Jared Kushner, të cilin e takoi para pak ditësh në Paris? Ndoshta janë edhe këto le të themi mundësi që do të thotë zoti Blair, ne dim botërisht, pra ai ka deklaruar, ka qenë në faqen zyrtare të Këshillit të Ministrave si këshilltar, ka qenë me institutin e vet apo me kompaninë e vet të lobimit, pjesë edhe e lobimit që ka pasur qeveria shqiptare apo zoti Rama në cilësinë e kryeministrit. Kjo
patjetër që ka efektet e veta, por natyrisht edhe lidhja familjare apo le të themi takimi që mund të ketë patur zoti Rama me dhëndrin e presidentit amerikan, patjetër që këto ndoshta ka ndikuar te kjo ftesë. Megjithatë, ne duhet të shikojmë se cili është iniciatori, pra nuk kemi fare informacion lidhur me këtë board, kush e ka krijuar të board, çfarë veprimtarie konkrete do të ketë ky board, është një organizatë jo fitimprurse apo është një shoqat, është një kompani, nuk e kemi iden se çfarë forme ligjore apo juridike ka, apo thjesht është një forum që mundet ta ketë organizuar zoti Bler dhe në bordin e organizimit të këtij takimi apo konferencë ndërkombëtare që mund të jetë edhe zoti Rama. Kështu që ne nuk e kemi informacionin sakt, po që duhet të dimë dhe ta kemi në konsiderat se lobimi është i ligjëruar në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Britaninë e Madhe, ku gjithkush mund të ketë lobistin e vet, pra ata e kanë të deklaruar, nuk është diçka e fshehur, pra ne ende nuk kemi një ligj për lobimin dhe gjërat janë transparente. Kështu që edhe në rastin konkret mundet që zoti Rama të ketë kontaktuar një shoqëri apo një kompani lobimi, apo qoftë edhe zotin Bler, ndoshta zoti Rama është ai që edhe mund t'ja ketë dhënë idenë, duke qenë se ka mik, për krijimin e një bordi të tillë të paqes, në mënyrë që ai të ketë një vend në këtë bord. Duhet marrë dhe konsiderat edhe inovacionin, idetë inovative, që nuk duhet pse t'ja heqim zotit Rama për sa i përket organizimit të takimeve, PR-it, imazhit, anketimeve që ai kryen, pra këto janë cilësi që ai i ka treguar në gjithë vitet që ka qenë në detyrë, pra nga viti 98 dhe deri tani, pra për sa i përket marketingut, është një pjesë që ai e ka të vetëm, domethënë nga ana natyrale. Kështu që impakti është pozitiv për vendin tonë së pari, por natyrisht tani zoti Rama këto ta përdori si një kartë politike, ku besoj që edhe opozita duhet të jetë e mërzitur nga kjo ftesë e zotit Rama. Për qenë të sakt, bordi i paqes është ideuar dhe krijuar nga vetë presidenti amerikan Donald Trump dhe ka ardhur deri më sot duke krijuar edhe pjesën e antarëve që do të bëhen pjesë të këtij bordi, dhe deri më tani ka dalë lista pra e personaliteteve kryesore si Tony Blair, dhëndri i tij Jared Kushner, i dërguari i posaçëm për luftën në Ukrainë Witkoff, edhe personalitete të tjera. Por të mbetemi te kryeministri Edi Rama sa i përket kësaj lëvizje politike. A mendoni se në këtë rast Edi Rama mund të shpëtojë, pra duke parë nga optika si njeri i drejtësisë, mund të shpëtojë nga dosja e Charles McGonigal që ka në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe mund të rikuperojë gjithë pikët e humbura, po themi deri tani në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës? Tani përsa i përket çështjeve penale, ato janë çështje të cilat i përkasin drejtësisë amerikane, por ne duhet të dimë që Shtetet Bashkuara të Amerikës ka një sistem gjyqësor të drejtë dhe të paanshëm, dhe kur vjen puna tek cënimi i interesave të saj, të interesave të Shtetet Bashkuara të Amerikës, Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk tolerojnë në këtë pikë. Kështu që edhe fakti që ai ka qenë prezent dhe është e pandikuar nga politika, pra nuk kemi të bëjmë me një drejtësi ku kryeministri apo presidenti merr në telefon gjyqtarin apo prokurorin lidhur me çështje të caktuara, ku i mbërtet dhe i kërkon çfarë të vendosi, apo me denigrimin e figurave të drejtësisë apo të jurisë së Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra ata që në vitin 1878 me krijimin e kartës, e kushtetutës dhe me vendosjen e parimeve themelore të demokracisë, pra parimin e ndarjes dhe kontrollit të pushteteve,
ka vite që pushtetet aty janë të ndara nga njëra tjetra dhe nuk ndikohen nga njëri tjetri për sa i përket urdhërimeve apo marrja e direktivave. Kështu që janë gjëra të cilat nuk kanë lidhje me njëra tjetrën. Aty zoti Trump e ka ftuar zoti Rama në cilësinë, pra janë parë disa karakteristika qasje që ne kemi si popullsi islamike, pra kemi shumë gjëra për të cilat na ka ftuar, jo për cilësinë se ka vetëm mik Tony Blair apo për shkak se dhëndri i tij ka një marrëdhënie me zotin Rama për sa i përket dhënies së Sazanit, kompanisë së vet. Nuk besoj se janë kaq të ngushta interesat, por patjetër që këto kanë ndikuar në këtë ftesë, por nuk është kryesorja. Kryesorja është gjithë koherenca. Jemi populli i vetëm, pra në gjithë botën shqiptarët janë populli i vetëm që janë amerikan dashës. Pra në gjitha anketimet që bëhen vjetore, ne dalim gjithmonë populli që duam Shtetet Bashkuara të Amerikës, popullin amerikan, dhe nuk kemi asnjë lloj rreziku për të popull. Po patjetër, po pyetjen u bëra në kuadër të edhe të rastit të më falni, të Mark Rosinit, i cili është i njohur si mik dhe bashkëpunëtor i ngushtë i ish zyrtarit lart FBI Charles McGonigal, pra Mark Rosini, i cili është falur nga vetë presidenti amerikan Donald Trump. Pra në një farë mënyre ekzistojnë dhe lëvizje të tilla politike pavarësisht të implikimeve që mund të kenë në rastin e çështjes së Charles McGonigal, sepse vetë ish agenti i FBI-s, pra siç e thash, është falur me dekret nga presidenti amerikan. Nuk e kam të informacion, tashmë e mora nga ju. Nuk e di me shumë detaje këtë dosje që të flas me kompetencë të plot, por nëse ky ka qenë një agent i cili po kryente një dënim apo ka marrë dënim në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ky është një dënim i cili është falur në kuptim të vuajtjes së dënimit. Pra siç kemi ne faljen nga ana e presidentit të Republikës për personalitetet të cilat vuajnë dënimin për në një burg të zakonshëm apo sigurisë lartë e tjera me radhë, pra ne kemi një sër shkaqje për cilat presidenti i Republikës mund të japi, mund të nxjerrë një dekret falje. Kështu që besoj edhe në këtë rast ne kemi të bëjmë me falje nga vuajtja e dënimit, por nuk do të thotë që ai nuk quhet i dënuar apo nuk është i dënuar, pra dënimi mund të jetë edhe një dënim me gjop nga një gjykatë apo një dënim me kusht, se për vetë ndikimin e shumë faktorë të tjerë, siç ne e kemi edhe në legjislacionin ton apo në kodin penal, ku kemi pezullim të ekzekutimit të vendimit, por kjo në aspektin politik mund të jetë një dëm shumë i madh, pra në marrëdhënie që mund të kenë dy vende me njëra tjetrën, sepse ka cënuar sigurinë kombëtare. Nuk mund të them dot me kompetencë se çfarë kanë kryer dhe çfarë realisht është dëmtuar Shtetet Bashkuara nga ky ndikim për agentin McGonigal, pra duhet parë dhe dëmi që i ka ardhur sigurisë së Shtetet Bashkuara të Amerikës apo qeverisë amerikane nga ky ndikim apo korruptim që i është bërë. Pra kjo i përket drejtësisë amerikane. Megjithatë, edhe kjo mundet të ketë ndikuar, sepse fakti që ai ka falur dikë që është dënuar, pra agent lidhur me këtë vendimmarrje, besoj edhe ndoshta ka edhe ndikim për zotin Rama dhe për të ftesë ose pengesë që zoti Rama mund të ketë patur për shkak edhe të çështjes për cilën është në Shtetet Bashkuara të Amerikës lidhur me këtë ndikim. Kështu që ndoshta edhe kanë lidhje të gjitha bashkë. Pra mund të jetë edhe një rrezik, megjithatë Shtetet Bashkuara, ashtu sikurse edhe vende të tjera, kur vjen puna për çështje madhore, marrëdhëniet mes shteteve, pra bashkëpunëtorët,
partnerët që kanë Shtetet Bashkuara të Amerikës, ata bëjnë kompromise gjithmonë në interes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra, interesi kombëtar është prioritet kryesor në marrëdhëniet që ata vendosin me shtetet e tjera apo me përfaqësuesit e tjerë. Ne kemi parë nga gjithë historia, pra paktën kaq sa ne kemi mundësi, pra kemi filluar që të kuptojmë marrëdhënie që ka Shtetet Bashkuara, ne po të shikojmë ka pasur marrëdhënie edhe me vetë Bin Ladenin, për cilin u kthye armik, ka qenë personi për të cilin Shtetet Bashkuara kanë investuar që atë ta hidhin kundër agresionit rus në Afganistan. Apo kemi rastin e Siris, liderit Siris. Pra, ai ishte lideri i ISIS, edhe kur erdhi puna, u fal nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe shkoi në shtëpinë e Barë. Pra, janë marrëveshje të cilat bëhen gjithmonë për interesa më të mëdha. Pra, kur vjen puna tek marrëdhëniet e jashtme, ata shikojnë gjithmonë interesin kombëtar. Dhe këtë duhet ta shikojë dhe besoj shikon çdo shtet, por ku ka shtete të cilat nuk kanë një fuqi të madhe ekonomike, ushtarake apo qoftë edhe për sa i përket popullsisë, atëherë janë të kushtëzuara nga këto rrethana dhe nuk mundet që të imponojnë ata lidhur në marrëdhëniet që kanë me vendet e tjera. Në këtë rast, kemi të bëjmë me një kompromis apo mbyllje sysh kundrejt asaj që ndodh me qeverisjen e kryeministit Edi Rama në Shqipëri, por edhe me apelin e vazhdueshëm që kanë bërë Shtetet Bashkuara të Amerikës për të luftuar kartelet e drogës dhe krimin organizuar. Dhe nga ana tjetër mbështetje si e ka dhënë Spakut për të goditur në nivelet e larta sa i përket korrupsionit, por edhe krimit organizuar të lidhur me politikën. Atëherë Shtetet e Bashkuara patjetër që këto i kanë prioritetet e tyre. Pra kur vjen puna tek çështja e drogës, pra kjo besoj është nga ato probleme për cilat ajo ka në mënyrë të vazhdueshme, por në thelb nuk ka çështjen e drogës, sesa përfshirjen e organizatave kriminale në qeverisi apo qoftë edhe në ndikime të tjera lidhur me zgjedhjen e përfaqësuesve, futjen e tyre në politikë, vendosjen e vendosjen se kush do t'i marrë punët publike, pra e ka në këtë kuptim, dhe në këtë pra ky mesazh është i tillë, ndoshta kemi një, le të themi, përbetim apo një lloj falje edhe të zotit Rama, ndoshta ai është fajsuar lidhur me gjithë këto veprime që kanë ndodhur, që nuk është se janë bërë se ai ka dashur, por nuk i ka të gjitha gjërat në kontroll dhe nuk e dim se çfarë komunikimesh ka ai me Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe natyrisht që ata vazhdojnë me të njëjtin ritëm. Ndoshta edhe zoti Rama, kjo i ka dhënë një kartë tjetër që do të thotë ai lidhur me mbështetësit e vet, pra ne e dim si funksionon dhe si mund të vijë një parti këtu në pushtet, si do ta shes këtë lloj karte politike me ç'duket. Unë jam në rregull që ju mund ta merrni këtë punë të tender të kështu, po jam i survejuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nuk kam ç'a bëj. Kështu që kjo ndoshta është diçka pozitive edhe për gjithë qytetarët e tjerë apo për vendosjen e shtetit në shina, në binar dhe në vendosjen edhe të parimeve për cilat ne i kemi miratuar në kushtetutë apo dhe në ligje, kjo është gjë pozitive. Megjithatë Shtetet e Bashkuara nuk është se tolerojnë nga devianca, pra ata të paralajmërojnë, të thonë me të mirë, siç ka bërë shpeshherë dhe pastaj kryejnë veprime që ne i dim se çfarë ndodh. Po në këtë rast, a mendoni se kanë toleruar Edi Ramën duke qenë se ai dyshohet se ka korruptuar ish agentin e FBI-s Charles McGonigal për të lobuar në mënyrë që të godiste opozitën, dhe nga ana tjetër ka pritur në zyrë një eksponent të kartelit Sinaloa, siç ishte në rastin e Luftar Hysajt,
të cilin Shtetet Bashkuara të Amerikës e vendosën nën sanksione? Patjetër që edhe këto janë elementë të cilat ndikojnë edhe te këto deklarata që zoti Rama, që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë bërë. Patjetër që ata nuk duan që të cënohet, të cënojnë interesat e tyre, por nuk e dim se çfarë zoti Rama është justifikuar, qoftë edhe me takimin e zotit Ysa, i cili ka bërë në zyrën e zotit Rama, dhe ai mund të jetë justifikuar me argumentin që unë kam pritur një investitor i cili ka ardhur në Shqipëri si shqiptar, i cili do të investojë dhe unë pres këdo në zyrën time, këdo qytetar shqiptar, dhe unë nuk e di se çfarë backgroundi ka ai apo ka marrë sankcion, se besoj ai sankcionin duhet ta ketë marrë pasi ka dalë nga zyra e zotit Rama, nuk e ka marrë përpara. Kështu që këto janë gjëra të cilat do sqarohen me kalimin e kohës, edhe kjo puna e bordit do sqarohet, dhe por është një hap pozitiv që do të thotë do ketë paqe, do ketë një kontribut shumë të rëndësishëm për paqen në Gaz apo në lindjen e mesme dhe për rindërtimin atyre territoreve që janë shkatruar nga lufta. Zoti Duar, edhe pyetje fundit, shumë kush shprehet se Edi Rama nuk po rregullon dot Shqipërinë, të paktën në 13 vite qeverisje, dhe mbeti për të qeverisur Gazën dhe administruar Gazën? Tani, duam zuam ne, ai është përfaqësuesi i shtetit tonë. Pra, kur vjen puna te përfaqësimi ndërkombëtar apo te kontributet që kanë ndër vite qeverit, pra jo të gjithë popujt janë të kënaqur dhe ne nuk jemi të kënaqur për shumë gjëra për cilat janë bërë publike, kanë shkuar keq, dhe patjetër që ai ka përgjegjësinë e tij si kryeministër, por ai është përfaqësuesi i shtetit tonë. Pra, nëse ne do të merrnim rastin e Gërdecit në vitin 2008, pra në mars të vitit 2008, kur një ditë përpara apo 2 ditë, nuk më kujtohet, pra përplasi një, le të themi, ajo ka qenë një repart ushtarak për demontimin e armëve, dhe të gjithë ne mendonim që ne nuk do futeshim në NATO. Pra ka qenë në Bukuresht, samiti i Bukureshtit, ku një vit më pas u bëm pjesë e NATO-s, po. Pra ne morëm ftesën aty, pra ka qenë zoti presidenti Bush aty, foli për Kosovën, pra edhe mënyra se si qëndronte përballë kryeministit Berisha apo përballë profesorit të Shqipërisë asaj kohe, pra këto janë gjëra që ndodhin në politikë. Zoti Duraj, unë të falenderoj që ishit në Agora News. Ju falenderoj shumë për ftesën, faleminderit. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.